Është koha tani që të diskutojmë në studio pikërisht për këtë çështje që është edhe fokusi i ditës. Padyshim gjatë ditës nesër pritet që të ketë votimin në parlament, nga krau tjetër Partia Demokratike ka thirrur edhe protestën e saj. Do diskutoj në studio me avokatin e njohur Spartak Ngjela. Përshëndetje Kënaqësi. Mirëmbrëma. Gjithashtu më është bashkuar në studio antari e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Liriana Kuçana. Përshëndetje Kënaqësi. Faleminderit Kënaqësi. Avokat, për nis me ju, duket që dita nesërme do të jetë e rëndësishme për qeverinë, për Partisë Socialiste, teksa në parlament në seancën plenare do të jetë vota pro apo kundër, sa i përket ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Çfarë mendoni se do të jetë, po themi, qëndresa e vet majorancës, edhe pse deri diku kanë theksuar që deri diku e kanë mbrojtur, duket që mund të jetë mbrojtje. Edhe nëse e mbrojnë, edhe nëse votojnë kundër, nuk kanë shkelur ligj. Demokraci ose shtet ligjor do të thotë ke shkelur ose jo ligjin. Kjo është e vërteta. Ata e kanë dorë, por pastaj vjen pyetja tjetër. Nëse ata e shpëtojnë, se kanë të drejtë ligjore, u mbasin pikë në elektorat? Kjo nuk dihet. Pra, nëse ata e marrin masën, mund të kenë marrë të dhëna nga ekspertët që kanë thënë që do t'ju bjerë kredoja në opinionin publik. Nuk e dim. Shikojmë, mbasi del, po unë kam përshtypjen që nuk do ta rrëzojnë kërkesën e SPAK. Po. Është paralel me Ramën ajo. Që do thotë? Ka të njëjtën forcë. Edhe sot, edhe në aktualisht? Forcë politike o që forcë erotike thotë? Politike flasë, dhe aktualisht e ka... Se për umor, po. Forcë politike ka, të madhe ja shumë. Di unë, nuk e ka me të dhëna, nuk me dokument. Nuk e mbajnë kot. Edhe kini parasyshin se është në Partinë Socialiste. Dakord jam deri këtu? Partia Socialiste, 1 minutë, vjen nga Partia e Punës. E dikush ka qenë gjysh e saj në Partinë e Punës. Personi dytë. Me influencë. Me influencë, po, Ministri Mbrojtjes, gjithë jetën. Kuçana? Atëherë, avokati gjithmonë, jo si gjithë avokatët e tjerë, prandaj edhe avokat Ngjela është i veçantë në mënyrën e tij, edhe një dosje, domethënë, dhe një çështje kaq të nxehtë, patjetër që i futet edhe pak doza erotizmi, sepse realisht kjo çështje dhe kjo dosje kështu tashmë ka shkuar. Por që të jemi serioz dhe të jemi të sinqert me shqiptarët, Edi Rama nuk e lëshon dot Belinda Ballukun, jo nga dëshira, por në dosjen e Belinda Ballukut citohet edhe Edi Rama me emër. Nga informacionet që ne kemi, Edi Rama është pyetur për akshin, të dali, unë po ja bëj publikisht pyetjen, të përgjigjet javës kaluar për detyrën që normalisht sistemi i drejtësisë duhet të bëj. Unë mendoj që SPAK-u në këtë moment duhet mbështetur dhe jo sulmuar. Jo 18 prokurorë të SPAK-ut, po 180 prokurorë do duhet për të vendosur, po themi, një standard i cili tashmë ka dalë jashtë kontrollit. Pra, çdo institucion e ka humbur fokusin e shtetit. Dhe unë edhe kolegët e mi demokrat, kur thonë narko-shtet, mendoj se gabojnë. Nuk ka narko-shtet, tu ka vetëm narko-shtet, s'ka fare, ka humbur koncepti shtetit. Nuk ka më institucione, nuk funksionon, nuk merr më askush shërbim. Kadastra është e mallkuar, drejtorat e policisë shkarkohen 1 herë në 3 muaj, ministrat ndrohen 1 herë në 3 muaj, shërbime qytetarët nuk marrin. Pra ky është shteti, se njerëzit kur i zgjedhin këta, i zgjedhin për të bërë politika publike. Dhe që të bësh politikë publike, normalisht duhet kesh një përgjegjësi publike. Dhe Belinda Balluku do duhet të kishte dhënë në çdo vend të botës, do duhet të kishte dhënë dorëheqje. Ju e keni barë edhe presionin ndërkombëtar që është bërë zoti Rama. Doli dhe tha në një fjalim fatkeqësisht duhet ta themi me nota dështimi, një kryeministër i cili vetëm si kryeministër nuk foli për hir të vërtetës. Ky dashnor i drejtësisë që deri dje thoshte që ne do mbështesim drejtësinë, do mbështesim SPAK-un, pam një kryeministër i cili filloi të sulmonte SPAK-un, filloi të sulmonte mediat, të nxjerrë. Çfarë halli ka kryeministri?
Çfarë problemi? Pse është shqetësuar kryeministri? Çfarë problemi ka kryeministri? Pra është radha kryeministrit. Ky është problemi. Kryeministri do duhet të përgjigjet për disa dosje të nxehta. Kryeministri duhet të jetë nëse do të ketë fakte dhe prova, se politikisht ju mund të lëshoni akuza. Jo, sepse ka një gjë, unë jam person publik dhe unë për çdo deklaratë që bëj mbaj përgjegjësi publike. Dhe unë kam treguar që ditë mbaj përgjegjësi publike për gjithçka që flas. Tashmë është radha kryeministrit, ka dosje të nxehta, dosja Akshit është drejt për drejt në derën e kryeministrisë, derën e kryeministrit, kemi portin e Durrësit, kemi edhe një sër dosjesh të tjera që janë dosje të nxehta ku do duhet që drejtësia të veprojë një minutë më përpara. Kjo për të çliruar edhe për të kthyer demokracinë, sepse fatkeqësisht në radhë parë duhet të kthejmë shtetin dhe pastaj duhet të kthejmë shtetin e së drejtës, apo jo avokat? Mirë, deri këtu jemi normal, por duhet kuptojmë se në funksion të drejtësisë, hipermaggjoranca parlamentare është si kur ke diellin me vete. Ju flas juridikisht. Pse? Dielli edhe të ngrohtë edhe të vjetër. Dale. Pse? Sepse mund të ndrojë çdo ligj. Ligj është numër. Ata kanë 83. Prandaj them që politika është vërtet që ka opozit, por këta kanë mbrojtje ligjore. Nuk është se kanë mbrojtje jo ligjore, nuk po mbrohen me armë. Po kush i mbron? Kushtatuta. Tani lind pyetja si përfundojnë këto çështje dhe kur fiton drejtësia me to? Kur ka inner konflikt, kur ka konflikt të brendshëm te maggjoranca. Domethënë kur opozicioni ka brenda 2, 3, 4, 5. Mirë po, keni pyetur ndonjëherë se kush është opozicioni këtyre? E u them unë. Kryetari i opozicionit të këtyre është non grata në Amerikë. Dhe një minutë, lutem. Ja, do të kthej për. Po mirë, s'ke më të mbaroj unë. Pra, është i papranueshëm, nuk shkon dot në perëndim. Kush e ka shpallur non grata? Mbi çfarë faktesh? A ka prova në atë dosje? Apo është një lobim i Sorosit? Po lere, po dallë që zonë mos më ulë mua nivelin. Të lutem. Një minutë, lutem. Jo, ne themi ta ngrem nivelin. Nuk ka nevojë, ka një pyetje që... Se për ta ullë nivelin e kanë ullë në parlament, e kanë zëgjinizuar parlamentin, atje është ullë. Po dalët mbaroj unë. Pyetja ime është kjo. Vërtet që ti thua kështu, po problemi qëndron që ata kanë supermaggjorancë. Çfarë do i bësh? Po problemi kush është, opozita tani apo ky narko? Problemi më i madh është opozita, se kryetari i opozitës është non grata në Amerikë. Edhe në Angli, lutem. Edhe në gjithë perëndimin. Ndërsa unë mendoj që problemi më i madh... Të duket pak kjo? Ndërsa unë mendoj që problemi më i madh është që Shqipëria sot është në faqet ndërkombëtare si narkokartel, si narkotrafik. Për mua kjo është e dhimbshme. Pra unë mendoj që kur Shqipëria lëngon dhe kur Shqipëria është Shqipëria ku edhe ju dhe shumë të tjerë kanë luftuar për që një zonjë rënd, sot është në faqet ndërkombëtare si narkotrafik. Kemi parë sekretarin e shtetit Rubio i cili në ditën më të rëndësishme, në 28 nëntor, uroj shqiptarët dhe tha, urojmë Shqipërinë dhe bashkëpunimi mes Amerikës dhe Shqipërisë do të vazhdoj, por distancohemi nga kartelet e drogës dhe nga narkopushteti. Pra, jo, po duti... Mire zonjë tani, se po e zgjasim shumë. Problemi është ky. Kush e ka forcën politike dhe sa e ka maggjorancën. Në qoftë se s'kuptohet kjo, nuk vazhdoj dot bisedën unë. Pra, politika dhe drejtësia dhe gjithçka në një shtet demokratik varet nga maggjoranca parlamentare. Këta kanë 2/3 në parlament. Tani çfarë ndodh, kita dini. Ndryshojnë ligjin e spakut nëse. Kush e ndalon? Po kanë 2/3 ndryshon ligjin. Pra, ka shumë gjëra brenda që ekspertiza i di dhe ekspertiza e superfuqisë dhe nuk ngutet sepse ai që kërkon të mbrohet shkon deri në ekstrem. Pse? Po ka ndodhur në botë, po ka ndodhur, bile ka ndodhur në Angli, po. Problemi qëndron që kjo është demokracia, është vot. Po ka 2/3 e votave në parlament, ajo është supermaggjorancë.
Unë mendoj që vërtet demokracia do duhet të ishte vot, dhe do duhet që shqiptarët të votonin të lirë, të patrysnuar, pa banda kriminale. Unë kam qenë kandidate për deputete në Durrës, kam pas përballë, duhet ta themi, në zonën time elektorale një nga bandat kriminale. Pra unë nuk e njihja asnjë nga kandidatët, por njihja ata të cilët bënin fushat për kandidatët, pra bandën kriminale. Pra, a duhet të kthehemi te thelbi dhe te problemi, se shumë i rëndësishëm për shqiptarët, pra. Ti e di që shqiptarët sot nuk votojnë. Si banda kriminale? Po, unë nuk kam frikë se unë e kam denoncuar në SPAK. Po, poja. Unë kam pas pojën përballë. Kush është poja? Po, tani, kush është poja tash? Zonjë, dëgjoj mua më. Tani, atëherë, të lutem, kur si njeh, sepse, dëgjoj, avokat, unë e kuptoj edhe pjesën e provokimit për të nxjerrë emrat, po unë jam nga ato që nuk... Po çfarë duan emrat mua zonjë? Unë po bisedoj. Atëherë, avokat, unë nuk kam frikë për mend. Unë nuk kam frikë për mend banda kriminale, sepse kur kam zgjedhur të merrem me politikë, i bëj ballë, mbaj përgjegjësi. Por të kthehemi te problemi dhe te vota. Pra, 83 mandate që ky tund dhe thot kjo është vota dhe është demokracia, nuk është demokraci, i nderuar avokat. Këto janë mandate krimi, këto janë mandate korrupsioni, dhe ju keni parë rrugët që shemben, ju keni parë që shqiptarëve ju mungojnë sot ilaçet, keni parë që sot janë pagat më të ulta në rajon, duhet flasim për paratë publike. Ky është thelbi. Mimi, mund të bëj një pyetje unë? Po, patjetër. E dini se janë sondazhet? Që kanë bërë para 10 ditësh? Cilat sondazhe? Të kujt? Të perëndimorëve. Tani, të lutem. Ju lutem. Mua mos më je serioz me mua, nuk je. Ku je te Saliuja, ju lutem. Ju lutem. Jo te Saliu keni qenë edhe ju. Dalë mirë, po kam ikur. Po keni qenë edhe ju te Saliu. Dëgjoj mua me vëmendje. Dhe për hir të vërtetë Saliu ju ka respektuar. Saliu ju ka respektuar në kohën kur keni qenë. Kur keni qenë te Saliu, u di që keni qenë i respektuar. Do largohem, zonë, nuk fritet shumë politikë. Po tani, ju keni qenë para meje te Saliu dhe unë di që keni qenë i privilegjuar dhe i respektuar te Saliu. Ke marrë vesh si e kam goditur. Po tani, nuk do i hymë kësaj sot jemi për Belgjinë. Ne jemi për Belgjinë. Unë ja kam numëruar të gjitha zonë që s'ka pasur njeri do të ishte kryeministër kur i kam rënë. Në vend që të thuash bravo se ku e gjën kurajon, më flet këto, e ke dëgjuar konfliktin tim me të? Jo, nuk e kam dëgjuar, sepse në këtë moment më intereson... është në YouTube, dëgjoj. Më intereson në këtë moment, më intereson... Do vazhdojmë bashkë. Për të vijuar më tej... Po duhet flasim për Blinda Ballukun. Po për këtë. Po duhet flasim se kjo është zëvendës kryeministrja. Dhe është zëvendës kryeministrja, po duhet ta themi është e dyta. Njëri është arratisur, në drejtim paditur, tjetra është... Po pra, po duhet i themi këto. Pyetja ime është kjo, çfarë do ndryshoj nesër me protestën që keni thirrur në parlament? Keni mundësi të ndryshoni situatën, të atjetërsoni atë, sepse ju keni bërë disa protesta të përjapshme, qoftë edhe këto kombëtare, tani nesër do të jetë sërish një protestë. Numri mund të jetë relativisht më i ulur, sepse njerëzit ju kanë ndjekur me muaj të gjitha. Ne nuk e dim këtë gjë. Ose më i lartë, patjetër, mund ta them edhe këtë, por cili do të jetë rezultati? Unë mendoj që detyra e opozitës dhe detyra e çdo shqiptari, edhe ai që nuk e pëlqen Saliun me të drejtë, po ka nga ata që se pëlqejnë Saliun, ka nga ata që se pëlqejnë Ilirianën. Kjo është e drejtë e njerëzve. Ne nuk futemi tek këto pjesë, por tek protesta është elementi i demokracisë. Dhe në momentin që njerëzit nuk protestojnë, njerëzit në momentin që nuk protestojnë, tu kemi problem. Tani problemi është kur s'protestojmë, problemi është kur protestojmë. Tani duhet protestojmë apo s'duhet protestojmë? Jo, protestojmë me 1000 veta. Tani dëgjoni mua me vëmendje. Kemi një problem këtu, në këtë bisedë. Non grata në Amerikë është për korrupsion. A pas kemi arë për të folë për non grata? Të lutem. Po pensoj për do të flasë. Kemi arë për të folë për Blinda Ballukun. Të lutem tani këtu të zonjë, do më lini të flasë. Është non grata zotëri në Amerikë për korrupsion. Gënjen Amerika. Më fund, me këtë mbyllet biseda, me mua. Unë jam avokat që vi nga jurisprudencë e lartë. Provat i kanë ata. Jo unë. Nuk të nxjerr njëri non grata, një ish kryeministër. E para kjo. E dyta pastaj, kita dini, ka dhe gjërat e tjera të herta pse është nxjerr non grata. Ato mi kanë thënë, po unë s'kam tërmend t'i plas. Tani problemi qëndron. Po Partisë Demokratike që nuk vjen dot kurrë në pushtet. Pse? Po ja u them unë. Në qoftë se Partia Demokratike merr pushtetin, del non grata në Amerikë dhe në gjithë të perëndimin, si parti. Subjekti politik. Po, vërtetisht. Kthehemi te çështja. Unë them si është, një minutë lutem zonjë. Unë them se si janë ligji ndërkombëtar dhe si është ligji në përgjithësi për këtë çështje. Prandaj, çështja qëndron. Pyetja kryesore që kam bërë unë edhe atyre jo kam bërë, i kam thënë, pse nuk më hedhi në gjyq në atë thuaj faktin që u bën non grata. Pse nuk e hodhi në gjyq?
për të fituar në Amerikë. Si ta fitonte? Edhe njerë. Pra, çështja që ndron këtu. A duhet t'i ki Belinda Balluku? Që më duhet më e ka ligjet, unë e kam. Kryeministri i cili është në përgjime dhe i akuzuar se ka korruptuar një zyrtar të lartë të FBI-s. Keni diçka për të thënë për këtë çështje? Kush e ka akuzuar? Falë, po ju jeni avokat. Unë nuk mund të... Gjykata e ka akuzuar. Tani po, gjykata është çështje kohe. Është çështje kohe. Akuzat popullore zonjë nuk e marrë për parasysh. E para. E dyta, këta që fleti një që janë me... Edhe këto Saliut akuza popullore janë. Akoma nuk ka një vendim formës prerë. Një minut. Dhe ju si avokat... Ai nuk ka nevojë të ketë formës prerë se është non grata në Amerikë për korrupsion. Nuk më detyron të flas 100 herë. Ka një betejë ai, ka marrë personale. Me ma lera që ka betë. Moj zonjë tani, kur të shkosh mbrojë atje, nuk mund të ullësh mua nivelin e bisedës. Po pse du të ullësh, pse ullet nivelin? Po më falë, po ti po merresh me 9 gradën. Tani pse të ullë niveli ty? Tani unë po të them kusha ka... Referencë për atë që ka mund tjetë pas protestës. Tani, atër, nesër është një ditë shumë rëndësishme. Nesër ka të bëj me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, një kryeministër i cili doli dhe tha ne jemi të pa integrueshëm Bashkimin Evropian. Pra, ky kryeministër që erdhi në pushtet duke thënë që ne do integrohemi në Bashkimin Evropian. Pra, erdhi duke thënë që Shqipëria europiane, treni europian. Tani çfarë ndodhi që ky kryeministër, pra kush, Gjermania fillimisht ja ka mbyllur derën, kush i ka mbyllur derën këtij kryeministri, i cili ky kryeministër del dhe pohon përpara shqiptarëve dhe ju thot ne jemi të pa integrueshëm. Pra, erdhi dhe mori mandatin e 4, e cila në një vend normal nuk do duhet të ndodhte, me kartën e integrimit europian. Hartim, dëgjoni t'ju themi gjë. Fakt. Kryeministri ka informacion. E di kush voton kundër dhe unë e di kush voton kundër. Nuk e merr dot Shqipëria. 3 janë të sigurt që s'janë me ne. Janë me Serbinë. Çka rëndësi? 3 nga anëtarët e BE-s. Tani, problemi është që si e dini ju... Pas ka gënjur kryeministri gjatë fushatës. Të lutem. Jo, ka gënjur kryeministri gjatë fushatës. Po ti unë se çka bërë kryeministri është juaj së shimi. Jo, kryeministri ai s'është imi. Unë se kam votuar për vete. O zonja, unë të ndërpres ty? Ta përfundoj të lutem. O ndiqe, o ika. Jo, nuk është kjo zgjidhje avokat. Ta përfundoj me argumente. Nuk mund të vazhdoj unë kështu në ndërpresje në fjalë. S'më ka ndërprer asnjë deri tani. Ju lutem. Si më ndërpres mua në qoftë se nuk të pëlqen, ha gjuhën me dhëm. Atëherë dëgjoni me vëmendje. Është non grata për korrupsion dhe ka goditur gjithë opozitën. Pse nuk ka opozicion në Shqipëri? Sepse kryetari i opozitës është non grata edhe në Angli, edhe në Amerikë, edhe nuk e pranon gjithë perëndimi. Atëherë, pyetja bëhet, Shqipëria ku është nisur të shkojë në Rusi? Në perëndim. Hyn do të kështu në perëndim? Kështu hyn në perëndim, po ky thotë do bëhem unë kryeministër, po të bëhet kryeministër del Shqipëria non grata. Ju lutem. Unë di si është ligji. Tani vim këtu. Po këtu ka vota, jo. Nuk ka vota, është shumë ulët. Pra problemi qëndron që çfarë ka ndodhur me këtë dobësi të Partisë Demokratike, na kanë sjellë në pushtet, kanë lejuar që të jetë në pushtet një absolutizëm. Partia Socialiste është në absolutizëm. Ajo e ka të gjithë pushtetin. Kudo? Në parlament, në gjykat. Pra, ne jemi në absolutizëm. Dhe po pyetja bëhet, si kemi arritur në këtë absolutizëm socialist? Jo, shpjegoj unë. Nuk ka opozitë. Për shkak të mungesës së opozitës. Mungesë opozitës. Në çdo vend, ju lutem. Në çdo vend, kam unë eksperiencën edhe në Itali, edhe në Francë, në çdo vend ku është dobësuar opozita, majoranca ka kaluar në quasi diktaturë. Pse? Po është e vetme. Ju lutem. Atëre, çfarë duhet ndodhi në Shqipëri? Ta shpjegoj unë. Iku Saliu nga PD-ja. 4 muaj vjen pushtet PD-ja. Në fund. Është era 4, të kanë fundet të ty. Po. Rregull. Do ta vijmë diskutimin pas një shkëputje të shkurtër publicitare. Jemi rikthyer sërish, vijmë të qëndrojmë në transmetim të drejtë për drejtë për të vjuar më tej edhe me diskutimin e nisur në kontekstin politik, pikërisht ajo çka është dhe më kryesore, çka ditën e nesërme pritet të jetë një vendimarrje totale kundër ose pro, edhe pse majoranca e ka dhënë vendimarrjen e saj në mbështetje dhe të moslëshim të ish zëvendëskryeministres Belinda Balluku. Jam në studio me avokat Ngjelën dhe me Liliana Guçanën për të vjuar më tej. Avokat, do t'ju marr
Një koment, do vjojmë së bashkë në raport me protestën. Protesta që do të zhvillohet nesër e Partisë Demokratike në kontekstin tuaj, në atë çka ju analizoni, mendoni që mund të ketë një ndikim të majoranca tek Rama, pra një reagim qytetar, edhe pse ata në fakt janë demokrat, por sidoqoftë do të rrethojnë parlamentin. Demokracia ka një rregull. Cili është rregulli? Një fjalë, numri. Shikojmë sa do jetë numri i pjesëmarrësve. Qofse ata do jenë prapë siç ishin para një muaji, një 10 ditë, 20 ditë, qeshin socialistët. Jo qeshin në kuptimin e humorit, po gëzohen. Problemi është i tillë. Pse nuk ka vota? Partia Demokratike. Dhe ku është shpresa e socialistëve? Non grata e Saliut. Por i funda e qarë. A ka bërë... Po të më kishën dëgjuar mua dhe po të kishte një avokat të madh, non gratën do të kishte edhe proces gjyqësor në Amerikë. Edhe jam i bindur që e fitonte. Këta së shkuan, që të mënë. Jam i bindur që e fitonte, sepse kam parë fazën e parë kur doli non grata, nuk kishte fuqit madhe juridike. Ishte, ne i themi, përgjegjësi indirekte. Nuk kupton, jo direkte. Pastaj doli kjo tjetra, tani është më i rënduar, por problemi ishte që s'kish mbrojtje. Në gjyq. Dhe sigurisht ishte disi pafuqishëm. Natyrisht, po duhet kishte menduar mirë për çështjen e gjyqit vet. Megjithatë, çështja e tij, unë nuk i hy, se nuk e kam marrë mik. Nuk jam e të, por nuk do të thotë se kam marrë mikësi. Jo, patjetër, ne diskutojmë. Problemi dhe nuk e umë kur ka qenë në proces penal, kam thënë, dhe në zoti merr pafajësi, nuk duan fare ato. Por problemi është që pyetja bëhet si ke marrëdhëniet me Washingtonin. Kjo është e gjithë. Pyetja që i bëhet çdo shqiptari që vjen pushtet. Tani, po Rama si e ka me Washingtonin? Të ftohtë ka pas ta dish. Kohët e fundit apo ka, domethënë, jo më që në fillim si. Pse kështu? Po jo shpjegoj unë, se dihet që ka qenë me Francën. Dhe dihet dhe këtë tjetra që ka konflikt anglo-sakson me Francën, Amerika me Francën. Ky ka qenë, atje ka qenë, në Francë ka marrë forcën politike dhe ka qenë me ta, hapur. Siç më kanë thënë ndërkombëtarët. Para, çështja është nuk se ka bërë gabim, po zgjedhja është gjë e madhe në politikë. Nuk është se gabon kur zgjedh. Po është problemi fiton apo s'fiton. Dakord jemi? Pa. Rezultati është ai që vlen në fund të ditës. Vetëm rezultat ka politika s'ka tjetër. Dhe e ka numër. Ka dhe një aspekt tjetër, që rrit ose s'do klon numrin, është ideja. Ere që hedh në treg. S'ka një ide të re, më kenë dëgjuar në një ide të re nga këta? Mire i që është në pushtet. Po të dyja ashtu janë, forcot. Po në rregull pra, pa ishte në pushtet. Edhe çfarë do thotë kjo, duhet të ketë më shumë ide. Po në rregull pra, po ky tjetri që s'është në pushtet me ide duhet vinë në pushtet. Se me ide do të thotë çfarë do bëj, jo çfarë ide për të zhvilluar Bashkimin Evropian. Duhet të ketë platformë të politike me anë të cilës mendojnë që vinë në pushtet dhe më bind mua që po erdhin në pushtet unë kam në interes. Mori fund. Koçana, ju mungojnë idet. Më vjen mirë se të paktën me kaq kohë sa të njoh, s'kisha parë duke parë dikë me kaq shumë vëmendje dhe të mos ndërpresësh, domethënë tregon vlerësimin shumë të lartë që ke për avokatin. Kam vlerësim për të gjithë të ftuarit që vinë edhe për ju. Zakonisht ti ngacmon me pyetje, por po e shikoja dhe normalisht si pedagoge komunikimi që jam, mua nuk mund të shpëtoj të detaje. Kthehemi tek fokusi dhe tek ajo çka realisht. Falenderoj për vëmendje dhe detajet që evidenton. Po kjo është patjetër, është pjesë e profesionit. Pra, avokatin në reklam tha që duhet jemi pasionant me profesionin. Dhe kalojmë tek çështja kryesore, tek fokusi. Pra, protesta nesër,
Çfarë ndryshon? Ky është fokusi. Një ditë shumë e rëndësishme nesër, pra, ku vihet në sprov të madhe narkopushteti, vihet në një sprov të madhe përballë Bashkimit Evropian, përballë amerikanëve, ku ambasada amerikane duhet të themi që vazhdon me deklarata të njëpasnjëshme. Mbështesim luftën ndaj korrupsionit, mbështesim reformën në drejtësi, dhe patjetër, ju e dini qëndrimin tim për reformën në drejtësi dhe për spakun. Unë futem në kategorinë e njerëzve që nuk do dua kurrë të paragjykoj drejtësinë. As të futem të ndarja pushteteve, sepse këtë e garanton kushtetuta. Por, të thuash sot, dhe të diskutosh fakte juridike, të gjithë pseudo-analistët dhe analistët në gjithë Shqipërinë, në gjitha studiot televizive, a thua se ka ardhur Komisioni Venecias dhe diskuton faktet juridike, a duhet lëshuar Belinda Balluku apo nuk duhet lëshuar Belinda Balluku. Këtë e vendos prokuroria dhe gjykata, pra gjykata, por prokuroria parashtron faktet dhe gjykata vendos. Veprimet tua janë si rrjedhoj e veprimeve të drejtësisë. Pengimi për të shkuar tek gjykata, kjo e paragjykon drejtësinë, se gjykata mund vendosin ndryshe. Gjykata mund vendosin ndryshe. Kush është pengimi? Më fal. Pengimi është mosdhënia e imunitetit, se ka nevojë për imunitet. Jo, të lutem. Se ka nevojë. Në një vend normal, të lutem, nuk të ndërpreva. Unë jo vetëm se e njoh. Po jam unë. Unë edhe e di. Unë e njoh dhe e di. Forcën e ligjit dhe e njoh mirë dhe ligjin. Por ta ditur nuk shoh që e di mirë, po dire të mbaroj unë tani se. Jo, të mbaroj unë se. Po pra, sa shtrada ime. Atëherë, dhe përsa i përket, nuk do duheshin diskutuar detaje juridike, se këto e di prokurori me gjykatën. Pra duhet lënë gjykatës, vendosi gjykata, e di gjykata këtë pjesë. Në një vend normal, zëvendës kryeministri do duhet të dërhiqej, ku politika ka një moral, dhe politika do duhet të ketë një moral, dhe të përballi me drejtësinë. Pra, është akuzuar, të përballet me drejtësinë, dhe nësa ajo është e sigurt që është pafajshme, kthehet prapë më e fortë në Partinë Socialiste. Por, Edi Rama nuk e lëshon dot Belinda Ballukun, sepse realisht Belinda Balluku vërtet ka ikur vetë. Apo e ka shkarkuar Rama me një marrëveshje, por ndërkohë ka vendosur 3 ministra. Pra, pushteti Belinda Ballukut vazhdon të jetë. Po ka një arsye pse e ka fuqinë. Po ku ka pyet Rama? Ka pyet për Erion Velin Edi Rama, ka pyet për Ilir Beqan, për ministra, për Erion Veliaj, shkarkoi Elisa Spiropalin. Mendoj një yll në ngjitjen Partinë Socialiste. Pse? Pse do të ishte Elisa Spiropali një figurë e fuqishme në PS? Sepse, një sekond, sepse po shkëlqente në marrëdhënie ndërkombëtare dhe po i rrezikonte karrigën drejt për drejt kreut Partisë Socialiste. Ka një pyetje. Tani, kthehemi tek fokusi. Protesta nesër që bën opozita, protesta që bën nesër opozita, është një protestë për të mbështetur në mbështetje të drejtësisë dhe shqiptarët, duke qenë se këta nuk e japin imunitetin e Belinda Ballukut, do ta nxjerrin Belinda Ballukun bashkë me Edi Ramën nga zyra. Kush u ka dhënë të pyes ty? Kush u ka dhënë të drejtën që të mos heqin imunitetin ose të heqin imunitetin? Ti ligje? Kushtetuta. Ligji. Kushtetuta. Po kushtetuta. Në rregull është, mos është ligj kushtetuta, ligj primar. Një dhe një, lutem. Nuk mos më ndërprisni. Dakor. Ja ka dhënë kushtetuta. Unë respektoj kustetutën. Gjithë jetën time. E para punës njëherë që kam dorë të fuqishme të ajo kushtetutë dhe nuk mi morën të gjitha. E para. E dyta pastaj është që në qoftë se ne nuk kemi një kushtetutë që na e ketë pranuar perëndimi, do ishim në disgrasje. Dhe e treta është kjo, që ku e kemi pengesën, s'kemi opozitë. Mori fund. Dhe majoranca aktuale abuzon për faktin që s'ka opozitë. Tani, po majoranca duhet të ndihmojë shoqërinë për të krijuar një opozitë, kjo mund të ndodhi në Angli, por nuk ndodh kjo në Shqipëri. Pra, çështja qëndron që në qoftë se nuk ke një opozitë fuqishme, ke mungesë demokracia në një vend. Jo në Shqipëri, po dhe në vendet më të zhvilluara. Pra, dhe shqiptarët do ta kenë shumë parasysh që demokraci do të thotë opozitë, sër. Demokraci do të thotë opozitë. Majoranca është demokraci. Pra, po ne ku e kemi mungesën e forcës?
të opozita. Pse? Numër i vogël. Tani lind problemi, çfarë duhet të eci, si duhet të eci Shqipëria sot, që ne të kemi një zhvillim më të madh kombëtar. E ka majoranca në dorë. Çfarë po bën? Për mua asgjë. Në lidhje me këtë. Me rritjen e forcimit të demokracisë në një krah në funksion të personalitetit të individit, por edhe të paras në krahun tjetër, që janë rrogat. Të dyja janë në disgracie, domethënë kanë ngelur në vend. Atëre, çfarë ndodh, pse ngelet në vend dhe çfarë bën, pse s'po vepron Shqipëria, s'ka opinion publik. A gjeni ku është opinioni publik? Prandaj jemi në këtë situatë. Kuçana, e fundit, çfarë ndodh nëse majoranca nuk e lëshon Belinda Ballukun, them në gjuhën popullore, pra pas ditës së nesërme, do të se është thënë që skenarët janë të shumë, do vijoni me Molotov, me kësaj natyre, do i futin në parlament. Jo, nuk bie prej këtyre diskutimeve që janë profesoresh, nuk diskutojnë studio televizive për Molotov. Po Molotovi hidhet në protestë. Unë karrierën time kam ngrit në auditor dhe nuk, po tash më lejoni të flas për atë që është shumë më rëndësishme. Unë po bëj një pyetje shumë të drejtë që tregon cili do të jetë hapi radhës i opozitës dhe Molotovi nuk tregon ulje niveli sepse Molotovi hidhet nga protestuesit që do jeni ju. Ideja është çfarë do ndodh nesër. Kjo është ide. Që ta mbyllim po. Belinda Balluku e mbylli kilometrin e fundit. Mbajeni, ja ku e keni live. Tashmë do duhet të mbylli Edi Rama kilometrat e fundit. Opozita është e vendosur, do të ketë protesta të vazhdueshme, patjetër që opozita do duhet të bëjë më shumë, po bim dakord, po, ka vend gjithmonë. Ne nuk kemi thënë që s'ka vend për përmirësim opozita, por opozita ka vendosur që të jetë në sheshe, opozita ka vendosur të jetë në bllokimin e çdo rruge, aeroporte, shportet, meqense se ky i ndriti këtë portet dhe aeroportet, sepse erdhi me premtime të famoze, erdhi me premtime hekurudhash, erdhi me premtime portesh, aeroportesh, ndërkohë që në aeroport, duke shkuar në vendin më të sigurt që do duhet ishte në një vend, bandat han kokën me njëri tjetrin, nga ana tjetër portin është marr peng dhe është ndosje drejt për drejt, po ju them nga studio juaj që në Porto Romano do dalin fakte tronditse. Po, do dalin fakte tronditse. Pra, nuk kemi të bëjmë thjesht me një qeveri e cila na ka vjedhur. Këto nuk ka shqiptar që nuk e di sot. Kemi të bëjmë me paaftësi. Dhe ajo që është më e rëndë akoma është paaftësia. Dhe akoma më e rëndë se paaftësia është dashakeqësia. Dhe këto duhet të diskutojnë shqiptarët. Mirë zotëri, ma mund të bëj një pyetje? Po, në mbyllje, po. Ish kryeministrin që ka qenë, e dini që akuzohet për korrupsion? Saliu? Tani... Të ndërpreva unë gjë. E dini që është akuzohet për korrupsion? Pra kjo ka qenë Shqipëria. Shqipërinë e kishte pushtuar korrupsioni. Doli presidenti Amerikan, që deklaroi para disa vjetësh, që tha ne do t'ja heqim Shqipërisë korrupsionit dhe ngritën SPAK-un. SPAK-un ata e paguajnë, ata e ngritën, ata kanë bërë dhe ligjet. Do na shpëtoj SPAK-u apo nuk do na shpëtoj SPAK-u nga korrupsioni, kjo është një çështje, është akoma pikpyetje. Por SPAK-u nuk ka bërë pak. Ka 2 kryeministra të arrestuar, të 2 krave, në të 2 kravet ka personalitete. Tani, problemi qëndron, deri ku do shkoj, këtë do t'la presim. Nuk di të them se korrupsioni ka qenë shumë i madh. Okej, avokat, tani ju shqyoni për gentiles, ju duk në analizë zonja Kuçana në mbyllje për i batut? Nuk kuptova. Me që ju shqyoni për gentiles, edhe keni batuta në majtë gjuhës, në analizë sot, si ishit me zonja Kuçana? Analitikën e kishte normale, po kishte rreth që duhet ta heqi, 20 ose 30, pak e ka, se ata tjerët e partisë kësaj e kanë dhe më shumë, ka 20, të paktën 20% pasion. Atëherë, për në mbyllje. Më lejoni... Nuk është fyere kjo? Jo, absolutisht. Dëgjoj, avokat, unë ju dëgjova me shumë respekt. Kjo është, unë do dua që nesër, dhe në vazhdim, t'ju bëj një thirrje, jo vetëm demokratëve, por edhe socialistave të mërzitur, të cilët edhe brenda grupit parlamentar të Partisë Socialiste kemi një grup parlamentar që me të drejtë avokati tha
kemi zëra pa akoma nuk janë shkëputur, të gjejnë kurajon, të dalin, po ka socialistat të cilët pritën të shkëputën grupi parlamentar, ka nga ta socialistat të ndershëm, se unë futëm në kategorinë e njerëzve që nuk them që të gjithë janë pa ndershëm, ka edhe brenda socialistëve njerëz të ndershëm. Patjetër ka edhe brenda grupit parlamentar të Partisë Socialiste njerëz të cilët nuk do duan që fytyrën e tyre t'ia vënë korrupsionit Belinda Ballukut dhe Edi Po është Ramës. pamundur që ata të Kështu që dalin të unë protestojnë me mendoj ju. që ata të dalin dhe të protestojnë një për ne, po të dalin dhe të protestojnë për hallin e tyre për ta shpëtuar Shqipërinë. Futëm në kategorinë e njerëzve që dua Shqipërinë para është si të partisë. marrësh avokatin vit protestojnë Unë me mendoj që Berishën sot po s'ndodh. duhet heqim të keqen më të madhe që është Edi Rama, pastaj patjetër që të shikojmë alternativat të cilat janë të mira për Shqipërinë. Ju falenderoj për Edhe unë, prezencën. ju falenderoj. Çana, faleminderit.